Emisioni Fije Jetë në Paper FM, si çdo të hënë në orën 9. E ke vënë re sa shpesh dëgjon terma që i takojnë psikoterapisë, po ti dëgjon në kafe, i dëgjon në rrugë, i dëgjon në rrjetet sociale, i dëgjon kudo. Edhe për ne, kolegët e mi dhe mua, shpesh herë bëhet e vështirë sepse sapo lëm klinikën, përballemi në kafe, në mjedise familjare, me njerëz që përdorin terma të cilët i takojnë një fushë specifike. Sot unë në studio nuk jam vetëm, jam me një kolegen time, ajo është Ela Çulli. Bashk vjet kemi bërë një studim që u përpoqëm të kuptonim se si gjuha e psikoterapisë, po që është përdorur jo në formën e saj të pastër apo korrekte, përdoret në Instagram nga njerëz që nuk kanë një formim psikologjik dhe ky mbi përdorim ne u përpoqëm të kuptonim se si afekton, si prek njerëzit, si e rrit mënyrën se si shihet vetë njeriu duke i vënë diagnoza vetes, si shihet tjetri përmes diagnozave që njerëzit përdorin nga Instagrami. Ela, të doja të dija pak më shumë për atë që ti zbulove dhe si lindi frymëzimi për këtë studim. Në fakt, ideja e studimit ka qenë e përbashkët, ne duke diskutuar për fenomenet që shpesh i vëzhgojmë qoftë tek studentët ose tek miqt të afërm, ti më shumë në klinik dhe në aspektin klinik. Diskutuam se si po na ndryshon perceptimi mbi marrëdhëniet, i nxitur nga Instagrami dhe nga mënyra se si njerëzit psikoedukohen në thojza në Instagram. Mjafton të futesh në Instagram me hashtag të caktuar dhe kupton që është një botë e tërë e mbushur me informacione psikologjike. Janë me miliarda, nëse futesh me hashtagun psychology ose këshillim psikoedukim, ka pafund informacione në internet. Dhe duke qenë se njerëzit kanë nevojë të identifikohen me përvoja të tjera të ngjashme me të tyret, fillojnë dhe lexojnë gjithmonë më shumë përvoja që ngjajnë me të tyret, me një etiketë sipër. Manipulim, abuzim, trauma, përvoja toksike, marrëdhënie toksike, marrëdhënie abuzive. Dhe çfarë ndodh, duke qenë se Instagrami e pëlqen, algoritmit i pëlqen që ti të qëndrosh në një postim, në momentin që ti qëndron në një postim, ai automatikisht gjeneron postime të tjera të lidhura me të. Pra nëse unë në një moment kam daluar dhe po lexoj për ankthin, papritur, Instagrami kupton që kjo është diçka e pëlqyeshme për mua dhe gjeneron pafund kontent psikologjik. Dhe kjo pastaj mori një përmas shumë të madhe se sa vetëm në individët që ishin të interesuar specifikisht për një fenomen, dhe pafund pastaj shpërthyen diagnoza, terma dhe përvojat e tjera me etiketa sipër. Kjo është gabimi. Po, do me thënë, fillimisht nisi si një përpjekje e klinicistëve të vërtet. Dhe jo vetëm. Për të informuar. Fenomeni është edhe më i hershëm. 100 vjet më parë ekzistonte një term që ishte psychobabble, do të thënë një flusk psikologjike, i cili përdorej në fakt për të intimiduar të tjerët. Dikush dëshironte të tregonte që ishte më i ditur, më intelektual, dhe përdorte terma klinik ose psikologjik. Por atëherë nuk ishte rrjete sociale dhe nuk ishte aq masiv, ishte goxha i reduktuar si fenomen. Me ardhjen e rrjeteve sociale, papritur shpërtheu dhe u bë kaq popullor sa e dëgjojmë kudo. Mua më ndodh për shembull, duke qenë se jam rrethuar nga student, Gen Z-ja, shumica në përvojave të tyre ti përshkruajnë me etiketa klinike. Dhe ndonjëherë e gjej vetëm duke thënë, jo prit se nuk është kështu. Por ata kanë më shumë argumenta se sa një psikolog klinik pse është ashtu. Din aq shumë për diagnozat, për termat. Po, ajo që fenomenin insistojnë që është ashtu, është narciste, është traumatike, është abuzive, është gaslighting,
Kjo është një fenomen fakt që unë kam vërë edhe në klinik, ku njerëzit vinë të vetë diagnostikuar dhe vinë të kërkojnë ndihmë, duke thënë që unë jam një njeri që vuaj nga borderline ose nga personaliteti shmangës, vendosin terma klinik dhe është shumë e vështirë të filloj puna me këtë vetë diagnozë, cila është në thelbe gabuar. Sepse jo vetëm që nuk është përdorur asnjë instrument, po janë mbledhur copëza informacioni aty këtu, duke sajuar një diagnozë të arnuar, e cila nuk i rri atij njeriu. Dhe jo rrallëherë, mua në klinik më ka ndodhur që të më shumë kohë të shpenzojmë për të mbushur mendjen që nuk është tamam kështu, po dhe nëse është kështu, cila është tamam nevoja për ndihmë, sepse ndonjëherë ajo që vëre është që kjo nevoja për të vetë diagnostikuar ndonjëherë shërben si alibi për të thënë që ç'të them unë vuaj nga kjo, unë jam e traumatizuar, dhe termi traumë është një nga termat më të keq përdorur dhe të abuzuar, dhe unë nuk e di nëse njerëzit e dinë fjalën vërtet, kuptimin e fjalës traumë. Sidomos Gen Z-ja e ka dhe me çdo ngjarje që është e dhimbshme. Më hoqën nga puna. Kam kaluar një traumë. Më ra një qërpik. Kam kaluar një traumë. Kam ngelur në provim, edhe më kalon në trauma. Patjetër që këto janë ngjarje që lëndojnë, këto janë ngjarje që të shkundin, këto janë ngjarje që mund të bëjnë dikë që të reflektojnë mbi atë që është dhe si përjeton dështimet. Por këto nuk janë trauma. Absolutisht, në kontekstin klinik nuk kanë lidhje me trauma. Trauma është një situatë ku ti ndihesh i pashpresë dhe nuk ke fuqinë për të përballuar atë që po ndodh. Shpesh lidhet me përvoja shumë të rënda, fatkeqësi natyrore ose një përvojë ku ti nuk shpëton dot, dhe është ndjenja e pashpresshmërisë dhe mungesa e zgjidhjes, ajo që e bën shumë të rëndë, por këto nuk kanë as pak lidhje me këtë. Problemi është që jo vetëm që Gen Z-ja i përdor, por ajo që është më e komplikuar është që ndërpresim të gjitha përpjekjet për të provuar, për të ballafaquar me situata, për të hyrë në marrëdhënie. Pse? Për shkak të etiketës. Do të thënë marrëdhënie njerëzore. Pra ajo që ti po thua është se si kjo ndikon vetë diagnostikimi ose përdorimi i termave klinik në mënyrë gati arrogante, në bindjen që kanë që ai është narcisist, unë jam e traumatizuar ose e kundërta. Të gjitha përvojat njerëzore të reduktohen në një etiketë, e cila është një vetë shpallje që unë tani jam kështu. Por ne në psikologjin e dim që njeriu pavarësisht diagnozës, edhe nëse e mban klinikisht atë diagnozë është më shumë se aq. Sigurisht. Por me këtë vetë shpalljen që unë kam ADHD, unë vi gjithmonë më vonë, unë nuk performoj mirë se unë kam ADHD, dhe ka një vetë shpallje dhe ndalohet përpjekja për të përmirësuar diçka dhe për të përjetuar përvojën. Po ndërkohë, çfarë i shkaktohet atij që shikon në TikTok apo në Instagram një njerëz që e thot me këtë lloj gati mburrje dhe krenarie që ka ADHD, dhe në fakt ai fëmijë 14-15 vjeç është duke vuajtur jashtëzakonisht shumë nga ADHD-ja e tij. Shtohet dhimbja dhe izolimi. Sepse shikon që dikush tjetër me një diagnozë krejt serioze. Si për shembull, nëse kërkohet me studime thonë që për shembull OCD-ja është shumë e përhapur në TikTok. OCD-ja, po, që është kjo. Obsessive compulsive disorder. Individit i cili e mban diagnozën klinikisht, cila është goxha e komplikuar, e dhimbshme, është një përvojë shumë e dhimbshme për individin, dhe që i prek cilësinë e jetës shumë, ndihet shumë më i pashpresë, duke parë se si një influencer e thotë që ka OCD, sepse do t'i vendos ngjyrat e këpucëve në një rresht të kuqet, në një rresht jeshile, dhe vetë shpallet, vetë diagnostikohet si një njeri me OCD. Po duket shumë e bukur kjo për ta parë. Ama OCD-ja nuk është kështu. Jo, njerëzit që vuajnë nga OCD-ja sigurisht që kanë shumë dhimbje dhe vuajnë për të organizuar jetën e tyre dhe për t'u përshtatur. Shumë. Kështu që nga një përpjekje për të mos i lënë njerëzit vetëm, sepse sigurisht që kjo gjuhë terapeutike, njohja e koncepteve, nuk ka vetëm anën e vet negative. Domethënë mund dalim edhe pak e pjesa pozitive, të paktën shumë njerëz kanë rritur përpjekjet për të kuptuar emocionet e tyre, për të
për t'ju dhënë fjalët e duhura emocioneve, për të përshkruar situata, ka një efekt pozitiv. I ka bërë njerëzit më të pasur në fjalor të paktën. Problemin që ne të dyja po diskutojmë në këtë moment është se si ky fjalor keq përdoret dhe pasojat që ka ky keq përdorim në jetën e atij që vetë etiketohet dhe në jetën e atij që dëgjon, që mund të ketë marrë diagnozë nga një psikiatër, nga një psikolog dhe shikon se sa ndryshe duken dy diagnozat. Njëri me një fytyrë të lumtur, gati krenar, sikur ka fituar një çmim për diagnozën që ka, dhe tjetri që vuan dhe ka turp ta thotë diagnozën e tij. Para se të kalojmë ke leximi i skenarëve, sepse për mua pjesë e studimit ka qenë momenti kulminant, ka qenë pikërisht 2 skenarët që ne përdorëm me grupe të ndryshme, për të kuptuar se si këto 2 skenarë shihen nga njerëzit, varësisht termave që ne përdorim. Por para se të kalojmë ky moment, është momenti për një këngë. Hajdi. Mbrëma, jemi në emisionin Fije Jeta. Unë jam këtu me kolegen time Ela Çulli, me të cilën kemi bërë bashkë një studim vjet për mënyrën se si përdoren termat klinik, psikologjik, jo vetëm në rrjetet sociale, po dhe njerëzit i përdorin për të vetë diagnostikuar, për të diagnostikuar tjerët. Në studimin ton vjet u përdor një skenar i cili Ela do e lexoj tani me detaje dhe bashkë me detajet se si u aplikua, si u zbatua ky skenar. Por qëllimi ishte të kuptonim se çfarë ndikimi kanë fjalët, sepse fjala ka një peshë dhe një fuqi shumë të madhe në mënyrën se si njerëzit perceptojnë veten, por edhe tjetrin. Ela, skenarët që ne përdorëm vjet ishte me sa njerëz e përdorëm? Ne bëm 3 skenarë që të testonin marrëdhëniet, edhe marrëdhënie miqësore, marrëdhëniet intime, çift, dhe marrëdhënie familjare. Ka dhe një situatë të prind të fëmijë. Që të mos bëhet e lodhshme për lexuesit, ne po lexojmë vetëm skenarin në marrëdhëniet intime. Po ky skenar sa vetave ju dha? 170. 170 vetëve. 170 ndarë në 2 grupe. Njëri nga grupet ishte që mori një skenar me një gjuhë neutrale, dinamika e një marrëdhënie në gjuhë neutrale, dhe grupi tjetër, për të krahasuar, mori skenarët me këtë gjuhën që po flasim, gjuhën terapeutike. Po, tani do lexojmë jashtë kontekstit ose përdorur në mënyrën jo të saktë. Unë do të lexojmë atë skenarin neutral. Të zakonshëm, përpara që të ndihet edhe diferenca. Elira është në një lidhje me Dorin prej më shumë se një viti. Në fillim marrëdhënia ishte shumë e bukur dhe ai kushtonte vëmendje të madhe. Me kalimin e kohës, Elira ka filluar të vërejë disa sinjale shqetësuese. Për shembull, kur përmend ndonjë situatë që ka lënduar, Dori e kthen bisedën duke i thënë se ajo e ka kuptuar gabim, ose se ai nuk e ka thënë kurrë ashtu. Gjë që e bën Elirën të dyshojë në kujtesën e saj dhe nëse reagimi i saj është i arsyeshëm. Ajo e akuzon Dorin që ai po e bën të dyshojë veten dhe se ai po përpiqet ta manipulojë. Në rastet e tjera kur ajo përpiqet të ndajë me të se si ndihet, Dori thotë se ajo po egzageron dhe ndron temën. Elira ndjen se është e kufizuar në atë që mund të shprehë dhe kjo e bën të ndjejë se ndoshta është duke u trajtuar ashpër emocionalisht. Ajo thotë se Dori rradhë dëgjon në mënyrë mbështetëse dhe zakonisht e kthen bisedën tek vetja. Ajo ka filluar të pyes veten nëse Dori është egoist dhe që nuk i interesojnë fare ndjenjat e saj dhe nëse duhet ta vazhdojë apo jo marrëdhënien me të. Pra, kjo është një dinamik marrëdhënie. Po. Që ne e dëgjojmë shpesh në jetën e përditshme. Cilat ishin reagimet për këtë? Ja, reagimet kanë kuptim kur bëhet krahasimi me skenarin tjetër, kështu që unë do ta lexoj të skenarin tjetër, pastaj ne do të lexojmë skenarin tjetër, po. Diskutojmë atëherë. Vetëm pak, sepse do doja të lexoja skenarin origjinal. Po. Okej. Elira është një lidhje me Dorin për më shumë se një viti, do të thonë është e njëjta situatë. Po. Vetëm termat. Në fillim marrëdhënia ishte shumë e bukur dhe ai kushtonte vëmendje të madhe. Me kalimin e kohës, Elira ka filluar të vërë disa red flags.
ke parasysh që është bërë testimi tek Gen Z-ja dhe I duhet përdorur termat e Instagramit origjinal, ata kështu flasin. E qartë, red flags, po. Për shembull, kur përmendet ndonjë situatë që ka lënduar, Dori I kthen bisedën duke thënë se ajo ka kuptuar gabim dhe se ai nuk e ka thënë kurrë ashtu. Gjë që bën Ilirën të dyshoj kujtesën e saj dhe nëse reagimi I saj është I arsyeshëm. Ajo akuzon Dorin që kjo që po bën ai është gaslighting dhe se ai po përpiqet ta manipulojë. Në raste të tjera, kur ajo përpiqet të ndajë me të si ndihet, Dori thotë se ajo po eksagjeron dhe ndron temën. Elira ndjen se është e kufizuar në atë që mund të shpreh dhe kjo e bën të ndjejë se ndoshta është duke u trajtuar në një mënyrë abuzive emocionalisht. Ajo thotë se Dori rrallë dëgjon në mënyrë mbështetëse dhe zakonisht e kthen bisedën tek vetja. Elira ka filluar të pyes veten nëse Dori është narcist dhe nëse duhet ta vazhdojë marrëdhënien me të. Okej. Pra kemi red flags, gaslighting, abuzive emocionalisht dhe narcist. Janë terma shumë klinik. Ndërsa në rastin në skenarin e parë termat ishin dinamika ishte e njëjtë, por termat ishin të ndryshëm. Pra, qëllimi është të kuptohet nëse reagimi na vjen nga termi apo ne vërtet jemi edukuar dhe kuptojmë dinamikat patologjike të një marrëdhënie. Kjo ishte thelbi. Megjithatë rezultoi që në skenarët ku ka terma klinik, intensiteti emocional I marrëdhënies perceptohet më I lartë. Pra, marrëdhënia perceptohet si më emocionalisht më e dëmshme, gjykimi moral më I lartë. Pra, është më e gabuar dhe më e padrejtë kjo që po ndodh, sesa në rastet kur po ndodh e njëjta gjë, thjesht ne përdorim gjuhën e përditshme. Dhe kjo ishte thelbi. Hipotezat u provuan. Po, nuk do ndalemi ke hipotezat, më po. Kjo situata ishin pra, mënyra se si ne e shprehim një situatë përcakton mënyrën se si ne e kuptojmë, e ndjejmë, e analizojmë, I marrim vendime dhe se si analizojmë atë. Pra, ajo që po thua është që njerëzit më shumë merren me fjalët sesa me kuptimin e tyre. Po, me etiketën, për fat keq. Domethënë nëse ne kemi synuar të bëjmë psikoedukim, nuk kemi bër pa pasoja. Ose ndonjëherë është thjesht një etiketë boshe, në rastin më të mirë, dikush ka marrë një informacion dhe I është drejtuar terapisë. Në rastin më të keq, ka marrë një etiketë të cilën e përdor komplet jashtë kontekstit, po indikon mënyrën se si percepton veten dhe të tjerët, dhe mbetet me aq. Çfarë pasojash mund të ketë kur një term përdoret gabim? Pasojat janë shumë. Në rast të parë, marrëdhëniet njerëzore ka nevojë për empati, për të provuar, për të kuptuar tjetrin, për të njohur tjetrin, për të njohur veten. Momenti që ne vetë shpallim diçka me një etiketë, për shembull marrëdhënie toksike ose abuzive, po ndërpresim për veprimin. Po, sepse këto termat të pengojnë të ndërtosh një dialog. Këto termat janë gjykues, përcaktues dhe përjashtues. Patjetër, stigmatizues. Ndonjëherë përdoren jo ka shumë studime që po e theksojnë këtë pjesën e përdorimit si armë kundra tjetrit. Duke thënë që kjo është abuzive, kjo është toksike, ti po më manipulon dhe në fakt personi tjetër ndihet komplet I bllokuar sepse ndonjëherë nuk di se si të reagojë. Për fat të keq studimet të tregojnë që femrat janë duke I përdorur gratë, I përdorin më tepër se sa gjinia tjetër. Dhe burrat raportojnë që nuk dinë se cilën dhe nuk dinë se si ta përkthejnë, dhe ka thjesht një mur mes tyre. Ke ndonjë ide pse gratë I përdorin më shpesh dhe më shumë? Unë mendoj sepse gratë janë më të prirura të kërkojnë më shumë informacion rreth gjendjeve të tyre emocionale dhe duke qenë se I kushtojnë ndoshta rëndësi më shumë, janë të prirura të lexojnë më shumë materiale të tilla se sa burrat. Domethënë thelb vjen nga nevoja për të ndihmuar veten. Pavarësisht se ndoshta nuk është mënyra e duhur. Instagrami nuk është terapi, as TikToku nuk është terapi. Jo, sigurisht, kjo është një tjetër kufizim që bën kjo gjuha terapeutike online, që njerëzit vetë mjaftohen me pak. Dhe ndoshta gratë në këtë përpjekje për të kuptuar veten, për të kuptuar edhe tjetrin. Ndoshta në mënyrë të paqëllimt për disa në mënyrë të qëllimt, përdorin këto terma kaq klinik për të përjashtuar dikën nga jeta e tyre.
kur ndonjëherë është më e ndershme të thuhet që mes nesh nuk po funksionon, jo se ti je narcis, as se unë jam narciste, por sepse kjo marrëdhënie njerëzore nuk po funksionon. Nevoja për të shpjeguar pse nuk funksionoi me përdorimin e termave klinik, vërtet i mban njerëzit larg nga kuptimi i vetes dhe kuptimi i tjetrit. Thelbi duket sikur është thjesht etiketimi. Edhe pak më parë unë e përmenda që ky vetë diagnostikimi, një nga pasojat është që njerëzit vinë në klinik, ulen në koltuk dhe thonë, unë jam kam çrregullimin obsesiv kompulsiv ose unë kam çrregullimin borderline. Dhe nuk janë as pak të qartë për natyrën e vetë çrregullimit. Do kalojmë si në ditët e sotme kjo gjuhë ka dhe këtë nevojën për të fshehur disa të vërteta, sepse jo vetëm që keq përdoret, por ndonjëherë në mungesën e kuptimit për atë që ti po jeton vetë, përpiqesh të mos merresh me veten, por të diagnostikosh tjetrin. Dikur në përlagje, gratë e lagjes merreshin gjithmonë me jetën private të një gruaje tjetër apo të një vajze dhe i vendosin etiketa që në atë kohë mund të quheshin etiketime klinike të moralit. Ndërsa sot duket sikur vazhdojmë të kemi të njëjtën gjë, por me etiketime klinike. Për fjalën traumë gjë më thuash. Në fakt duhet ndalesha pak të kjo se nuk do që të më kaloj. Jo, të lutem. Në fakt ajo që bën terapia është që kthen fokusin tek ty. Pavarësisht ata vinë shpesh dhe tregojnë marrëdhëniet edhe problemet që kanë. Fokusi është ti si ndihesh, ti si reagove, ti si mendon, ti si je. Por kjo Instagram therapy bën pikërisht kundërtën. Është gjithmonë fokusi tek tjetri. Po, të jep armë për të sulmuar tjetrin. Të jep armë për të fshehur vetë të fshihesh dhe nuk e ndihmon vërtet në ndërtimin e marrëdhënieve njerëzore. Dhe po, jo vetëm ky studim, po dhe shumë studime tjera që ti kishe përmendur, në fakt i referohen faktit që këto diagnoza dëmin më të madh e bëjnë sepse po ndërpresin marrëdhëniet njerëzore. Ndërpresin komunikimin dhe e rrisin vetmin në mënyrë ekstreme. Hajdi, kam idenë që jemi në kohë për një këngë tjetër. Jemi në Fjejete dhe jemi duke folur për termat klinik psikoterapeutik që përdoren rëndom në rrjetet sociale për të vetë diagnostikuar, për të diagnostikuar të tjerët, për të manipuluar të tjerët, për të prishur marrëdhëniet. Dhe këtu jam me Ela Çullin, e cila është kolege ime dhe kemi bërë vjet një studim për këtë gjë. Ela vjet gjatë kohës që studionim, lexonim, kishim dhe një pyetje, kjo ishte më shumë si për ne, që cilat ishin 10 termat më të përdorur në rrjetet sociale, pavarësisht nëse njerëzit u din kuptimin apo jo. Po, sepse kur ndërtuam skenaret, na duhet patjetër të dimë cilat terma të përdornim, kështu që na u desh një listë, edhe pse mund të ketë diferenca mes literaturës amerikane që ne i referohemi, duke qenë se këtu s'ka studime. Prap, rrjetet sociale bëjnë që pak a shumë ato të përhapin në mënyrë të shpejtë dhe të njëjtë, edhe në vende të tjera, edhe në Europë. Në vend parë është termi traumë. Po. Është se vjem dakord këtu se e dëgjojmë gjithandej. Po, vetëm që të bëjmë vetëm një diferencë të vogël që traumat njerëzit me traumë përkthejnë çdo dhimbje, çdo zhgënjim, çdo debat, çdo diskutim të vogël apo të madh, çdo lloj ndarje që kanë. Ndërkohë që trauma klinikisht është një koncept shumë i thellë dhe me pasoja afatgjata. Njerëzit duket sikur mbrojnë veten e tyre duke thënë që jam i traumatizuar. Trauma ka disa nivele, është shumë e thellë,
mundet që të njëjtët individ të kenë kaluar të njëjtën gjë. Për shembull, 2 njerëz kanë bërë aksident me makinë, për njërin dhe për psikikën e tij kjo ngjarje është traumatike, nuk e kalon dot, ngec duke pasur ripërsëritje të shpesh të skenave, dridhje të trupit sepse bashkëshoqërohet me dhimbje fizike. Psikika e tjetrit e ka përpunuar më mirë këtë aksident dhe nuk e shikon traumë, po një ngjarje. Pra do duhej që njerëzit kishin respekt pak më shumë për veten dhe për mënyrën se si përdorin termat. Jo çdo dështim në provim është traumë, jo çdo foto e hedhur keq nga një shoqe në Instagram është një traumë, sepse është thjesht një ngjarje. Po, pra, në mënyrën se si përdoret online është çdo përvojë e dhimbshme që e ka bërë të ndihet keq emocionalisht. Aha, që kjo nuk ka lidhje fare me traumë. Dhe pyetja që do kisha për këta njerëz që kanë thënë ka diferencë midis dhimbjes edhe traumës? Shumë. Jo, unë e di, unë dhe ti e dim, po për këta njerëz që kanë hedhur këtë gjë. Pra, jo çdo dhimbje është traumë, ama çdo traumë ka dhimbje. Konteksti, mënyra se si perceptohet nga përdoruesit e rrjeteve sociale është diçka, një përvojë e dhimbshme. Kaq është një përvojë e dhimbshme e barabartë me traumë. Një përvojë e dhimbshme nuk është një traumë. Sigurisht. Në klinik, trauma është reagim psikologjik në një përvojë kërcënuese jashtëzakonisht mbi ngarkuese që te kalon kapacitetin e individit për ta përpunuar në atë moment dhe lë pasojat të gjata në funksionim. Ndërkohë që është shkret ndryshme. Është kaq e nevojshme që njeriu të përjetojë dhimbje për të rritur, sepse nuk mund të rritet pa dhimbje. Dhimbje jep kuptim njeriu, ama nuk është as pak e nevojshme që njeriu të përjetojë trauma të rritet. Kjo është diferenca që në terma të psikologjisë së zhvillimit është shumë e nevojshme që të thuhet. Fëmia ka nevojë të përjetojë disa lloj dhimbjesh, siç është nuk mëson njëri të ecë nëse nuk ecën si patok në fillim, kështu këmbadorazi, apo në hapat e parë të rrëzohet. Këto janë dhimbje, nuk janë trauma, janë dhimbje. Tani kalojmë të bëjmë emision tjetër për traumat. Po. Pikërisht ajo është që keq kuptohet. Dhimbja në vetvete mund të jetë një përvojë rritëse për individin. Mund të nxjisë reziliencën. Paftësi veçëruese, po. Mirë po, në Gen Z, të paktën në Amerikë, tentativa për të shmangur dhimbjet është gjithmonë edhe më shumë rritje. Ishte edhe një fenomen tjetër, victimhood, të marrin si pozicion e viktimët edhe ndalojnë çdo lloj përpjekje për të angazhuar marrëdhënie, për të provuar, për të sfiduar veten. Sepse është edhe një fenomen tjetër që po lind, që është kjo victimhood, domethënë. Se nuk a është termi ADHD një term tjetër në top listën? I dyti është trigger. Ngacmuesit. Po, që në shqip mund ta përshtasim si ngacmues. Në rrjetet sociale përdoret trigger për çdo gjë që mbezdis ose më mërzit. Pra nëse nuk e di, ne të dyja tani kemi një mosmarrveshje, unë të them që të lutem mos më ngri zërin sepse kjo është një trigger për mua, sepse unë kam kaluar një traumë dhe ti më triggeron në mënyrën se si më flet. Që në thelb ajo që do të thuash është që thjesht pusho se nuk dua të dëgjoj. Po mbezdis. Po, domethënë, po më thuaj që dhe njerëzit kanë zhvilluar këtë gjuhën terapeutike për të heshtur palën tjetër. Për të mbyllur gojën dikujt, për të thënë që kjo që bën ti më triggeron. Kur fakt triggeri është një stimul specifik që aktivizon në mënyrë automatike një reagim të lidhur me një përvojë traumatike të mëparshme. Dhe shpesh është jashtë vetdijes. Po. Nuk është as e vetëdijshme. Po, dhe kjo është shumë e vërtet. Pra jo çdo gjë në jetë është trigger, ngacmues, është ne sigurisht jemi njerëz dhe mund të prekemi nga fjalë caktuara, mund të qajmë nga një këngë e caktuar. Fakti që një këngë na bën për të qarë nuk do të thotë që është triggerim, është ngacmim, është që gjendja ime emocionale në atë moment përkon me atë që kënga përçon. Nuk është që kënga triggeroi dikur një ulërim të dikujt në jetën time. Termi tjetër më i abuzuar, cili është gaslighting. Aha, që kjo është manipulim, po, është ai momenti kur të gjithë ne kemi përvoja ku dikush na ka thënë që nuk është kështu siç e mendon ti, nuk është siç e kujton ti, unë nuk e kam thënë këtë, unë nuk e kam bërë këtë, duke vënë në dyshim e kujtoj sakt, e kam përjetuar sakt, është thënë vërtet, pra
kur dikush të vë në dyshim atë që ti mban mend, atë që sidomos atë që ti ndjen. Pra kur ti thua dikujt që unë ndjem keq dhe ai thot po ndjen gabim. Është diferencë shumë të madhe sepse në rastin e gaslighting në kontekstin e duhur ka të bëjë me qëllimshmërinë. Personi e bën në mënyrë të qëllimt. Po. Që të manipuloj kujtesën tënde, ose mënyrën se si ti e përjetuar emocionalisht, duke ta zhvlerësuar. Ka qëllimshmëria është thelbi. Po. Ndërsa në dinamikat e jetës së përditshme, sigurisht që ne nuk bijem dakord, ti u preke më shumë se ç'duhet, unë nuk ta thash në këtë kontekst. Nuk e kuptoj pse u fyeve. Do të këto janë dinamikat normale të njerëzve. Pra njerëzit përplasen. Patjetër. Konfliktuohen. Nuk do të bijmë gjithmonë dakord. Sigurisht. Kjo nuk do të thotë se dikush nuk të kupton, do të thotë që po të bën gaslighting. Dhe kjo ishte e treta. Jo, kjo ishte e dyta, e treta në listë, në top listën në 10-ën më të boundaries. Kufit. Po. Ky është një term shumë që e gjej shpesh që abuzohet. Shumë. Sidomos kur një çift do të ndahet, nuk ka kurajën për të thënë që mes nesh nuk po funksionon, por përdoren termat që më ke shkelur kufin personal ose dua të vendos kufi të ri dhe nëse dikush thotë që dua të vendos kufi të ri, nga ajo që kam kuptuar unë nga brezat e rinj, është ndarje, është nën kuptohet një ndarje e thënë me terma klinik. Mënyra se si perceptohet online, domethënë se si është përvetësuar nga online është unë bëj çfarë të dua dhe mos më pyet dhe mos më ngacmo, se e di vetë sepse këto janë kufijtë e mi. Dhe aty mbyllet. Këtë kuptim ka online. E qartë. Ndërkohë që kështu siç përdoret online, duket sikur përpiqet thotë më lër të qetë të bëj gjërat e mia, nuk kam nevojë për opinione. Pra teknikisht është ajo që përsëritëm 2 herë gjatë këtij emisioni, që këto terma klinik po rrisin shumë vetmin. Janë terma që përdoren për të larguar nga tjetri, po në një farë mënyrë edhe për të larguar nga vetja. Patjetër, sepse në thelb të gjitha këto e largojnë kontaktin me emocionin, atë që ne e folëm fillim. Domethënë kur thelbi është rrithja vjen kur ne jemi në kontakt me emocionin. Duke i vënë një term, duke e vetë shpallur, vetë deklaruar, ne nuk jemi në kontakt me emocionet, jemi në kontakt me termi dhe me analizën. Po përpiqemi të analizojmë dhe të vëmë një etiketë asaj që po përjetojmë, kur fakt nuk do duhet ishte kështu. Nëse do duam që vështirësitë, vuajtjet i kthejmë përvoj arritjen, ne duhet ballafaqohemi dhe të pranojmë që po, jemi njerëz të gabueshëm, jemi njerëz që dim dhe të rritemi, të vuajmë, por përjashtimi nuk është një mënyrë për të rritur as veten as marrëdhënien. Dhe po, jeta është e vështirë. Marrëdhëniet njerëzore janë të vështira. Çdo njëri nga ne është i vështirë. Kur bëhemi 2 të vështirë, sigurisht që gjëja vështirësohet. Por nuk ka nevojë të përdorësh termin klinik, kam nevojë për kufijtë e mi për të treguar derën dikujt. Mjafton të thuash, unë preferoj të ri vetëm. Termi tjetër? Narcisist. Aha. Po. Tani si përdoret online, po. Është pak e komplikuar. Narcisist është çdo person që më ka lënduar, domethënë. Kushdo që të lëndon është narcisist. Kur fakt po çfarë mendon ti që kuptojnë njerëzit me termin narcisist? Këtë kuptojnë. Çdo person që më lëndon. Çdo person që më lëndon, unë etiketoj si narcisist ose narcisist. Që do të thotë nëse unë jam duke thënë në këto momente që çfarë janë këto gjëra skandaloze që shkruan online, me siguri do thuhet që unë jam narcisiste që se kuptoj pikpamjen e tyre? Ka të bëjë dhe përdoret shumë edhe në për të etiketuar dikë që ndoshta ka një vetvlerësim që për tjetrin është too much, është shumë, ose në rastet kur perceptohet si egoist. Po egoizmi dhe narcisizmi janë dy gjëra ndryshme. Po nuk ka rëndësi për online. Për online është e njëjta gjë. Online është, po. Nëse ti ke shumë besim tek vetja dhe je egoist dhe vë veten para të tjerëve, që kjo është një përvojë që ndodh, je narcisist. Do të thënë, nëse një prind nxiton të çojë fëmijën në kopësht në orar, sepse edhe vetë ka një orar,
dhe përjedhoj i jep makinës ashtu siç japin 99% e shqiptarëve, veten time përfshirë. Është një prind narcisist. Po, mund të jetë. Ka diçka me këtë, se është një eksperiencë e një të njohur e time, dhe mua më bëri shumë përshtypje. Ajo kishte një terapiste e cila nuk ishte në kulturën, ishte britanike. Dhe ajo i kishte përshkruar fëmijërinë, domethënë se prandaj kultura ka shumë rëndësi. Po. I përshkruante fëmijërinë dhe i tregonte se si që e rritur nga një baba vlonjat. Dhe gabim shumë i madh i terapistës në këtë rast është që e kishte etiketuar babain si narcist. Dhe vajza, ajo që më shqetësoi më shumë, më mbrapa, ishte që e kishte brëndësuar idenë që e rritur nga një baba narcist, dhe ishte futur në internet dhe kishte lexuar të gjitha materialet si është rritesh nga një baba narcist. Dhe thoshte që edhe këto gjëra që nuk i dija që i kisha, tani e zbulova që i kisha. Pra çfarë ndodh? Futesh në një informacion komplet që s'ka lidhje me ty. E para njëherë është pa filtruar nëse vjen nga profesionista apo jo. E dyta pa guidën e dur të një terapisti, i cili të eliminon gjëra që nuk është përvoja jote. Po. Dhe vë në kontekst. Udhërrëfyes, patjetër. Dhe ajo kishte brëndësuar të gjitha gjërat e tjera që nuk i dinte, se disa i dinte për veten. Kështu që termi narcist sot është nga më të abuzuarit, më të përdorurit, është gjithandej, domethënë. Dhe pak njerëz e dinë që narcisizmi në thelb ka një dhimbje shumë të pra thelbi çdo narcisti që ulëret që jam më i mirë apo më i bukur, apo ai tjetri që ulëret që unë jam më i vuajturi në këtë botë, apo dikush tjetër që është gjithmonë i përulur përballë gjithë suksesit dhe arritjeve të veta, thelbi çdo narcisisti është vetmia dhe dhimbja ekstreme. Dhe nuk është një diagnozë për të bërë shaka. Absolutisht, dhe nuk është dhe as aq shumë e përhapur, studimet nuk raportojnë që është kaq e përhapur. Domethënë, ajo rrallë janë në klinika, rrallë gjenden në klinika narcistët për shkak natyrës së personalitetit. Megjithatë, po të dëgjosh në bisedat e Gen Z-s, në 10 persona 6 janë narcist. Okej, mendova që ishte statistika ndryshe, të tipit në 10 persona 9.5 janë narcist. Shumë janë. Termi tjetër? Ankthi dhe depresioni janë të dyja. Dhe këto të keq përdorur. Sepse janë, po. Ankthi shpesh përdoret për të përshkruar kur unë jam i stresuar, është baraz me ankthin, domethënë çdo përvojë që streson kam ankth. Nuk bën dot diferencën me stresit dhe ankthit. Edhe depresioni, çdo trishtim është i barbart me depresion, kur në fakt nuk është kështu. Depresioni është gjendje afatgjatë klinikisht. Po. E rëndë. Sigurisht ne kalojmë të gjithë situata depresive që mund të zgjasë 1 ose 2 ditë, sidomos vajzat e gratë para ciklit menstrual raportojnë të kenë momente thellësisht depresive, kjo nuk i bën me depresion. Depresioni ka klinikisht simptoma të tjera për një periudhë të gjatë kohë. E njëjta gjë edhe me ankthin. Një njeri që para se të futet në provim me gojë ka ankth, është ankth krejt i kuptueshëm, duhet ta ketë, ndryshe nuk është okay. Domethënë, është dhe okay mos kesh ndonjëherë ankth, po ankthi para provimit është e qartë, po dikush që i del natën, i del gjumi natën me rraje të shpeshta zemre, duke u dridhur, me ngërçe në duar dhe në këmbë për shkak të ankthit, ky është ankth klinik. Dhe jo vetëm kur ndodh një herë, por kur ka një histori. Njerëzit harrojnë që çdo gjë ka histori. E la termi tjetër? Validimi, ky është i fundit. Po, validimi ky është i fundit. Si përdoret internet validimi? Mënyra si perceptohet online është që ti duhet më japësh të drejtë, domethënë. Nëse ti nuk më jep të drejtë, ti nuk po validon emocionet e mia. Aha. Okej, domethënë nëse ti ke veshur sot një këmishë të bardhë, dhe unë them që këmisha jote është gri, dhe ti thua që jo, këmisha ime është e bardhë, ti nuk po validon emocionet e mia, po? Po. Okay. Edhe kështu. Por veçanërisht nëse ti më thua mua që unë mendoj që nuk të shkon e bardha, dhe unë them që unë e dua shumë të bardha dhe më shkon shumë, unë mund të prekem dhe të them që ti nuk po validon atë që unë kam nevojë që ti ta provosh. Okej. Ndërkohë që të bëjmë dhe një sqarim se çfarë është validimi. Validimi në fakt është njohja dhe pranimi i përvojës emocionale të tjetrit, pa qenë e nevojshme të pajtohesh me sjelljen apo interpretimin e tij. Po, për ta thjeshtëzuar pak këtë, më lini t'ju sjell situatën që gjithë e njihni, jam e bindur,
kur një fëmijë qan dhe ti nuk e kupton pse ai fëmijë po qan. Dhe shpesh herë në kulturën tonë ne themi çka ke që qan. Dhe fëmia është duke qarë dhe nuk ta shpjegon dot çka ke duke qarë. Pse është duke qarë. Validimi, një prind që validon ndjenjat e fëmijës është kur i thotë fëmijës që më vjen keq që je duke qarë. Unë nuk e kuptoj pse ti je duke qarë, po unë doja që ti di që unë jam këtu dhe kur ti je gati të më thuash pse je duke qarë, unë dua ta dëgjoj. Pra ka një keqardhje për dhimbjen e fëmijës, ka një ndershmëri, unë nuk e kuptoj pse ti po qan, ama jam këtu. Ky është validimi. Pavarësisht se unë mendoj që këmisha e bardhë të shkon vërtet. Nuk ka rëndësi si e shehti. Ela që mendoj që po ndodh me empatin njerëzore në këto kushte kur gjithë këto terma përdoren për të fshehur dhe për të sulmuar. Empatia si term është gjithashtu shumë i lakuar të kohë. Po. Por nuk e di se sa arrin të ndjehet. Unë e shoh gjithmonë më të pakt praninë e empatisë, qoftë edhe midis studentëve më bën shumë përshtypje. Ndoshta duhet të jesh në dinamikat e grupit që të kuptosh më tepër, por mua më duket sikur nivelet e empatisë kanë ardhur duke rënë. Po, ndoshta edhe për shkak të Shiko, përdorimi i këtyre termave që ne i gjejmë gjerësisht, jo vetëm në auditoret tona, por siç e tham dhe më sipër, dhe në klinik vinë me këtë bindje. Mbi përdorimi, keq përdorimi i termave klinik të izolon. Dhe në momentin që dikush izolohet dhe fshihet në dhomën e vet, kur nuk ka ndërveprim me tjetrin, është e pamundur të ketë fuqinë, të ketë ndjeshmëri për tjetrin. Tjetri kthehet gjithmonë në kërcënim, sepse un kam ADHD. Dhe ndoshta nuk ke çrregullim të vëmendjes dhe hiperaktivitet. Ndoshta e thjesht një njeri që nuk ke mësuar si të disiplinosh veten. Ndoshta e thjesht një njeri që le ta pranojmë pak dembel për të çuar gjërat deri në fund. Çrregullimi i vëmendjes dhe i hiperaktivitetit, se kjo është një diagnozë që haset shumë shpesh, nuk është kaq i thjeshtë dhe vërtet ata që e kanë e vuajnë shumë sepse ndonjëherë trajtohet me medikamente. Por edhe ky çrregullim, siç shumë të tjerë, përdoret vërtet nga njerëzit për të justifikuar pse nuk arrin dot të çojnë detyrat deri në fund. Dhe krejt papritur gjendemi në një botë ku nëse çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktivitetit ishte shumë i rrallë ndër njerëz, jetojmë në një epokë ku ky çrregullim në 10 njerëz 8 e kanë. Ata të dy duhet të kenë një çrregullim tjetër narcisiste dhe këto domethënë se nuk janë pa diagnozë. Era çfarë tjetër të bëri përshtypje ty gjatë këtij studimi, sidomos për profesionistët e vërtet, domethënë. Çfarë roli duhet të kenë ata në këtë? Në këtë situatë. Unë mendoj që rreth parë duhet të ndërgjegjësohen që çdo term profesional i takon profesionistit ta përdor mes profesionistëve. Dhe nëse duam të edukojmë, ka mënyra të tjera. Mund të flasim për përvojën, për emocionin, por jo duke vënë etiketa. Janë të panevojshme, nuk është se ndihmojnë. Duke u ndërgjegjësuar ata vetë që etiketa nuk ndihmon, mund ta përçojnë informacionin psikoedukim pa përdorur një etiketë. Tjetra është ta theksojnë më shumë që terapia nuk është në Instagram, terapia është një proces i gjatë, i vështirë, i dhimbshëm, individual, i cili bëhet me praninë e një profesionistit. Nuk mund ta bëjmë në rrjetet sociale, nuk mund ta bëjmë vetëm. Kemi nevojë për një guid, për një ultravifyes, për një prani. Është një proces sidomos për një prani njerëzore, shumë më i komplikuar. Edhe inteligjenca emocionale, e cila është shumë inteligjente, nuk e zëvendëson dot terapistin, sepse kemi nevojë për prani. Jo vetëm aq, por se si për batut doja të thosha që parë, a njeh njëri ke inteligjencë emocionale që ti themi të lutem mos përdor këto terma kot më kot.
Po, për inteligjencën emocionale kam një situatë tjetër me një vajzë që punoi, e cila i shkruan ChatGPT së saj situatën me të shoqin dhe të njëjtën situatë ja çoi të shoqit, i cili e kopjoi identik dhe ChatGPT së tij. Dhe reagimi i ChatGPT-s për të njëjtën situatë për dy njerëz ishte krejt i ndryshëm. Sepse inteligjenca artificiale është jo pa qëllim quhet inteligjencë, sepse na ka profilizuar të gjithëve dhe shpesh herë jep përgjigjen që ti ke nevojë të dëgjosh. Dhe që është në përputhje me kërkimet e tua të mëparshme dhe e ka një hartë personaliteti. E ka shumë të qartë dhe ka nevojë gjithashtu të vazhdoj muhabetin me ty ChatGPT-ja, se kështu prodhon para, kështu që të mban gjithmonë të varur. Gjithsesi ke çati nuk njeh gjë, kështu që që ti kisha futur i mik, të mos përdori ose keq përdori termat psikologjik. Ela, për mua ishte shumë kënaqësi që studimi që bëm bashkë vjet, por edhe që ti kisha sot në studio. Gjithashtu, shumë faleminderit. Dëgjohemi të hënën që vjen. Natën e mirë nga Pije Jeta. Natën e mirë.